Mirë se vini në podcast Akademia, një hapësirë diskutimi kushtuar mendimit shkencor, historisë akademike dhe sfidave bashkëkohore të kërkimit shkencor shqiptar. Në këtë episod do të ndalemi te vepra akademike Eduard Sulstarova, vepra të zgjedhura në fushën e sismiologjisë, një botim që sjell në vëmendje figurën dhe kontributin e një prej studiuesve më të rëndësishëm të sismiologjisë shqiptare. Për këtë temë kemi kënaqësinë të kemi të ftuar autorin e veprës dhe akademikun Rapo Ormani, një nga figurat më të njohura dhe një kontribut të rëndësishëm në fushën e gjeologjisë dhe të studimeve sismiologjike, si edhe në jetën akademike dhe institucionale të vendit tonë. Profesor, është kënaqësi t'ju kemi në këtë bisedë. Kënaqësia është edhe imja dhe ju falenderoj për këtë intervistë për një nga problematikat kryesore që është gjeoshkenca shqiptare dhe në veçantë historia e sismologjisë shqiptare, e cila është lidhur edhe me figurën e Eduard Sulstarovës, i cili është krijuesi, mund të themi, është figura qendrore e sismologjisë shqiptare, sepse ai është themeluesi i sismologjisë shqiptare. Eduard Sulstarova që në vitin 1965 mbaroi dhe u diplomua në gjeologji, por ai mbajti tema e parë e mbajtur nga sismologjia shqiptare dhe më vonë pas specializimit në KIN, në bashkëpunim me profesor Sesi Kushia, të ngritën stacionin e parë sismologjik në Tiranë, i cili regjistroi tëmetin e parë në shkatën e Basanit në korrik të vitit 1968, një regjistrim i cili vazhdon edhe sot për mos u ndërprer. Pra Eduard Sulstarova është me vërtet një akademik, profesor, figurë e shuar të sismologjisë shqiptare, sepse ai ka dhënë një kontribut jo vetëm për produktin shkencor të madh që ai ka dhënë për sismologjisë shqiptare, por edhe për drejtimin që ka bërë për 20 vjet drejtues të sismologjisë shqiptare, dhe gjithashtu edhe për praktikat institucionale, por edhe sidomos marrëdhëniet në kuadrat e reja të sismologjisë shqiptare dhe udhëheqjet që ai ka bërë sidomos në master dhe në doktoraturë të shumë studiuesve të rinj sismologjisë. Pra, Eduard Sulstarova është jo vetëm një figurë shkencore, por ai është një figurë udhëheqëse, një mentor, është edhe një figurë njerëzore, pra është dydimensionale, të cilat kanë ecur krapërka njëra tjetrës te kjo figurë qendrore e sismologjisë shqiptare. Rritjet e sismologjisë shqiptare, prandaj themi, janë të lidhura me Eduard Sulstarovën, për arsye sepse qysh në fillimet e saj, pra me themelimin e saj, ai hodhi ngriti rrjetin sismologjik shqiptar në vitin 1974 në drejtimin e tij, drejtuesi i Qendrës Sismologjike të Shqipërisë pranë Akademisë Shkencave dhe më vonë i Institutit të Sismologjisë pranë Akademisë së Shkencave. Ai dha frymëri dhe një karakter sismologjisë shqiptare, sepse ai ngriti sismologjinë shqiptare në një rang shumë të lartë, me kontributin e veçantë të tij në një rang evropian, për arsye sepse Eduard Sulstarova është një rekord figura në ato kuadro që nuk gjetjet gjithkat të gatshme, e krijoi çdo gjë nga e para të sismologjisë shqiptare. Ai ishte një figurë që vizionte edhe në arenën ndërkombëtare. Ai ishte kryetari i riskut të reduktimit të riskut sismik në Ballkanin Perëndimor, antar i Asamblesë Komisionit Evropian të Sismologjisë, titull të cilat ai përdori për të zhvilluar sismologjinë shqiptare, të quara këntej dhe në periudhën që me krijimin e saj, sismologjia shqiptare u rendit në një themi që ishte e rëndë evropian, por e veçanta e sismologjisë e Eduard Sulstarovës dhe bashkëpunëtorëve të tij ishte që përveç produkteve shkencore ka e lidhur atë me aspektet shoqërore, me inxhinierinë, e lidhur me sigurinë e jetës, pra dhe me aspektin shoqëror. Duke patur parasysh gjithë të kontribut që ai ka dhënë në sismologjinë shqiptare dhe duke parë edhe zhvillimet që kanë ndodhur së fundmi, sa aktuale mbeten sot modelet dhe interpretimet që akademik Sulstarova ka dhënë në fushën e sismologjisë në vendin tonë? Kuptohet që zhvillimet e fundit të teknologjisë së informacionit, zhvillimet digjitale, zhvillimet e rrjeteve moderne, ato kanë influencat e tyre edhe në sismologjinë shqiptare dhe ato po ecin me shpejtësi të madhe edhe tek ne, për arsye sepse sot po përpunohen megadata ose të dhëna marramëndse në një kohë shumë të shkurtër, të cilat nuk ishin në atë kohë, por kontributi shkencor i Eduard Sulstarovës është aktual, ai blen dhe sot, është i qëndrueshëm dhe sot, sepse akademik Eduard Sulstarova nuk u bazua tek teknologjia e momentit, ai u bazua te logjika shkencore, u bazua te intuita e një studiuesi dhe ai e kuptoi realitetin e strukturës nënsipërfaqësore të korës shqiptare dhe ai la studime të rëndësishme, tektonikat, strukturën e korës tokës, e cila nuk ka ndryshuar, është po ajo, vetëm tani me metodat, me teknologjitë e reja, ajo po
po përmirësohet më tej. Pra, teknologjitë e reja, metodat e reja, digitalizimet, të gjitha këto vetëm e argumentojnë, e promovojnë, edhe e verifikojnë dhe e plotësojnë të veprën e Eduard Sulsarovës. Kjo është një lloj si në shekullin e kaluar topografia bëj me udhën konture topografike me matjet e reliefit, kurse sot bëhet me imazhe satelitor, por konturet kanë ngelur po ato, vetëm ka ndryshuar rezolucioni. Prandaj themi që figura e Eduard Sulsarovës është figurë qendrore shumë e rëndësishme, nga cila do të përfitojnë edhe brezat e rinj të sismologëve, dhe ata do të jenë të mençur nëse këtë traditë, këtë avantazh shkencor që la Eduard Sulsarova me mençuri ta lidh me teknologjitë e reja, me informacionin, me teknologjinë e informacionit. Duke i dhënë më shumë jetë kësaj dhe pikërisht teknologjitë e reja të sotme teknologjia inteligjenca artificiale të gjitha, po i bëjnë nder veprës së Eduard Sulsarovës, sepse ato vërtetojnë që ato janë teoritë e rezultatet e tij janë sakta. Ne dimë që vendi jonë është një zonë me aktivitet të lartë sismik. A mendoni se studimet historike në fushën e sismiologjisë janë integruar mjaftueshëm në politikat moderne të ndërtimit në vendin tonë, për sa i përket planifikimit territorial? Mund të themi që kohët e fundit janë bërë përparime të dukshme, sidomos vitet e fundit, mbas tërmetit 26 nëntorit. Megjithatë, këtu ka shumë për të bërë, ka një përgjegjësi të madhe të politikave shtetërore, sepse ato kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe është e rëndësishme kjo, për arsye sepse gjithmonë sismologjia që me krijimin e saj ajo bëri studime të rëndësishme duke dhënë të dhënat e tërmeteve të shekullit të kaluar, por dhe të tërmeteve të mparshme, të cilat të gjitha këto studime sismologjike dhanë periodicitetin e tërmeteve, dhanë intensitetin e tyre, dhanë shpërndarjen gjeografike, që pastaj kjo shërben për të vlerësuar rrezikun sismik në vendin tonë. Po, profesor, siç e përmendët edhe ju, tërmeti në 26 nëntorit të vitit 2019, që është një ngjarje që ngeli në memorien e të gjithëve neve, mendoni se ka ndryshuar mënyrën se si komuniteti jonë shkencor e konceptoi tashmë rrezikun sismik që i kanosej vendit tonë? Padyshim që tërmeti 26 nëntorit, i cili ishte një ngjarje e dëmshme, dëmtuese, një tërmet katastrofik mund të themi për dëmtimet, për masën e dëmtimeve që la, por ai pati e ndriçoi domethënë më tej shkencën e sismologjisë me të dhënat që ai dha për studime të mëtejshme, për të krijuar domethënë studime të mirëfillta, të cilat pastaj të shërbejnë shoqërisë, shërbejnë sigurisë së jetës njerëzore dhe sigurisë së pronës së tyre, infrastrukturës kritike, siç janë tunelet, siç janë urat, siç janë shkollat, spitalet. Pra e gjithë ky tërmet pati një efekt shumë të madh, sepse që internet i madh i rënë në Shqipëri mbas 40 vjetësh, ku pothuajse ishte harruar, ishte një periudhë shumë e gjatë 40 vjeçare që nuk ishte një tërmet i tillë i madh. Dhe ky pati shumë diskutime, pati shumë Akademia e Shkencave luajti një rol të rëndësishëm në këtë drejtim, që menjëherë mbas tërmetit 26 nëntorit u organizua një konferencë e madhe ndërkombëtare nga Akademia e Shkencave për këtë tërmet, pati pastaj shumë simpoziume, treza trumbullakta, workshope nga Akademia e Shkencave për edhe diskutime të shumta për të reaguar në lidhje me sigurinë sismike në vendin tonë. Pikërisht edhe shkencës së sismologjisë, ky tërmet i dha shumë të dhëna që ajo të reagojë dhe të jetë më avanguardë, një lloj si shkencat e tjera botërore, për arsye të karakteristikave që kishte ky tërmet, sepse ai dha një seri pas goditjesh për një viti me goditje kryesore të cilët patën efektet e tyre dhe pikërisht shkencat shqiptare i mori këto dhe i studioi për të nxjerrë rezultate, për të nxjerrë ligjisit e pas goditjeve të tërmeteve, po jo vetëm kaq. Ky tërmet pati një karakteristikë të veçantë që ai pati një goditje 21 shtator, e cila nuk u shoqërua më shumë pas goditje. Pra ajo që atipike, anormale, pra tregoi që verifikoi që kjo ishte një paragoditje e tërmetit të 26 nëntorit, të cilat janë raste të ralla që paragoditja të jetë një madhësi e kaq të madhe 5.8 sa ishte 21 shtatorit. Janë ngjarje të ralla që ndodhin 6% në botë, pra që edhe një për sismologji shqiptare në mënyrë që të vlerësoj më mirë rrezikun sismik, të marrë parasysh edhe se mund ndodhin, edhe se ka
ngjarje të tilla që shoqërohen me paragoditje të mëdha ose tërmete të dyfisht dhe tërmeti ka kujtesën e tij. 21 shtatori shkaktoi dëm edhe në Tiranë Durrës dhe pastaj 26 nëntori gjeti pothuajse rezistencën të dobësuar dhe dha dëmtime më të mëdha. Këto do të merren parasysh, janë parametra që merren parasysh për rrezikun sismik dhe mësime që janë nxjerrë nga tërmeti 26 nëntorit, por gjithashtu ky tërmet dha shumë për shpërndarjen e dëmtimeve në hapësirë në territorin, sidomos në zonën bregdetare, Tiranë Durrës dhe Migjer. Gjithashtu ai dha shumë parametra ose dhëna të tjera shkencore që shërbejnë sot për studimet të thelluara sismologjike, parametrat e aktualit edhe lidhjen e tij me intensitetin e këtij tërmeti. Por tërmeti 26 nëntorit nuk pati vetëm ai që i çmuar për nga vlerat shkencore, jo vetëm për nga vlerat shkencore, por edhe nga efekti që pati, domethënë, sepse për 40 vjet njerëzit nuk dinin që vendi ynë ishte një vend me aktivitet sismik, nuk dinin që Shqipëria ishte një vend sismologjik, nuk e njihnin sismologjinë shqiptare. Mbasi tërmeti pati efektet e gjithë. Kishte një panoramë të qartë lidhje me ato që ndodhi. Gjithë njerëzit dhe njerëzit e kuptuan që vendi ynë është një vend me aktivitet sismik dhe mësuan qytetarët të gjithë njerëzit në përgjithësi që të dinë si të veprojnë para tërmetit, gjatë tërmetit edhe mbas tërmetit. Edhe njëkohësisht ata të dinë edhe ku jetojnë, në çfarë godine jetojnë, njëkohësisht edhe të marrin masa për të siguruar godinat e tyre, sepse kjo ka efekt ekonomik në rastin kur ata nuk i kanë siguruar. Po, është e vërtetë, është efekti dypalësh, përveç humbjeve është edhe çështja ekonomike. Duke menduar dhe duke bërë një panoramë të gjithë kësaj që ndodhi dhe studimeve që u rifreskuan në një farë mënyrë në tërmetin e 26 nëntorit, a mendoni ende që ka një hentek midis komunitetit shkencor dhe institucioneve vendimarrëse në lidhje me menaxhimin e rrezikut sismik në vendin tonë? Nëse po, cilët janë këto shkaqe të këtij hendeku që ekziston akoma mes këtyre dy faktorëve? Po, ka një hendek dhe mund të themi që hendeku nuk është i vogël ndërmjet kërkimit shkencor, produktit shkencor dhe institucioneve politik bërës vendimarrëse në lidhje me sigurimin ose me vizionin për rrezikun sismik të vendit tonë, duke marrë parasysh që rreziku sismik në vendin tonë është real, sepse ne jemi një vend sismik i dalluar për nga shpejtësia vendi i parë në Europë për nga shpejtësia e tërmeteve dhe vendi i katërt në Europë për nga madhësia e tërmeteve që bie në vendin tonë. Dhe pikërisht duhet një lidhje, domethënë, ndërmjet të dhënave shkencore edhe vendimarrjes në lidhje me politikat e planifikimit urban apo atij territorial. Është shumë e rëndësishme kjo që të jetë organike kjo dhe jo të jetë një vetëm rast kur bien ngjarje të mëdha, të jetë ad hoc. Po, ky koordinim, ky veprim të jetë i përhershëm, i vazhdueshëm në mënyrë që të ketë efekte pastaj për të mbrojtur jetën e njerëzve, për mbrojtjen nga rreziku sismik, nga risku sismik, pra nga tërmetet. Dhe kjo është e rëndësishme dhe kemi me të vërtetë një mungesë të transferimit të informacionit shkencor tek vendimarrja publike. Kjo mungesë transferimit duhet të hiqet pra ky hendek dhe njëkohësisht faktorët kryesorë që kanë mekanizma që mund të kenë çuar në këtë janë për arsye sepse nuk analizohen në përgjithësi të gjithë mekanizmat të analizohen dhe të transmetohen shtetit. Njëkohësisht sismologjia dhe periudat shtetërore dhe janë periudat shkurtra kohore, kurse periuda shkencore e sismologjisë është një periudhë gjatë kohore. Njëkohësisht ne nuk kemi një kulturë të mirëfillt shkencore që të marrim parasysh edhe evidencat shkencore në vendimarrje. Do t'i marrim ato para vendimarrjes, gjatë vendimarrjes dhe pas vendimarrjes. Nëse realizohet këto, atëherë është në të mirë të qytetarëve, është në mirë të vendit tonë, është në mirë të vetes tonë, prandaj qytetarët kanë një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve të tyre. Gjithmonë bashkëpunimi është rruga e suksesit. Shumë i ngushtë, bashkëpunimi shkencë vendimmarrje duhet të jetë gjithmonë i vazhdueshëm edhe është i rëndësishëm. Duke parë në këndvështrimin tuaj, cilët janë sfidat më të mëdha metodologjike me të cilat po përballet sot sismiologjia në vendin tonë? A mendoni se mungesa e vazhdimësisë institucionale dhe migrimi i studiuesve të kualifikuar janë ndër faktorët kryesor pengues, po aq sa politikat teknologjike që ne mund të kemi në këto momente në vendin tonë, domethënë? Ka shumë faktorë, domethënë që po ndikojnë sot, domethënë informacioni teknologjik, inteligjenca artificiale po ndikojnë sepse sot po përpunon
të dhëna marrëmendse, të cilat të japin në një kohë shumë të shpejtë, domethënë që të nxjerrësh gjykime dhe të bësh arsyetime shkencore, por gjithashtu nga zhvillimi digjital, teknologjik, është rritur pragu i tërmeteve, domethënë që ose më parë tërmetet e vegjël humbisnin, tani ata regjistrojnë dhe ky është një informacion shtesë shumë i madh që është në të mirë pra të sismologjisë. Dhe kjo do të bëjë më tepër që sismologjia domethënë të nxjerrë të dhëna sa më të sakta, dhe mendoj se disa drejtime kryesore që duhet përqendrohet studimet sismologjike të sotme janë sidomos multidisciplinare. Sismologjia nuk është një, domethënë, e izoluar nga shkencat e tjera, është e lidhur me shumë shkenca të tjera, është e lidhur me gjeologjinë strukturore, është e lidhur me gjeofizikën, gjeokiminë, është e lidhur me inxhinierinë sismike, me shumë deg të tjera, të cilat nëse studimet do të bëhen komplekse, rezultatet do të jenë shumë më të sakta. Po të marrim parasysh vetëm parashikimet afat shkurtër, afat mesëm apo dhe afat gjatë të tërmeteve, nuk mund ta bësh vetëm me metodë sismologjike, vetëm me disa vlerat B apo vlerën C, por duhet edhe studimi gjeofizik, duhet studimi gjeokimik, duhet efekti radonit, i rrezatimeve dhe shumë disiplina tjera, në mënyrë që të bëhet një parashikim më i saktë i tij. Por jo vetëm kaq, sismologjia është një shkencë e tillë e cila lidhet jo vetëm me shkencën e tokës, por ajo duhet të lidhet edhe me fizikën moderne, prandaj sidomos metodat e reja, teknologjia e informacionit duhet të lidhet edhe me fizikën moderne. Ne kishim para disa kohësh është një kënaqësi e madhe që Edvard Sulsterova u botua kolona e veprës së tij, por Akademia bëri një akt shumë të mirë dhe po e vazhdon këtë, dhe u botua edhe kolona e veprës së profesor Mejdanit, për nga gigabotat tek grimcat elementare dhe nga lëvizjet termike të sistemet e komplikuara, po kjo i shërben edhe, nuk i shërben vetëm fizikës moderne, i shërben edhe sismologjisë. Aty u hodh ideja që edhe procesi që ndodhin në sismologjisë, që është ligji Gutenberg-Ritter për shembull, i cili është një ligj që thotë që tërmetet e mëdha janë të rrallë, bën lidhje ndërmjet numrit të tërmeteve dhe magnitudës tyre. Tërmetet e mëdha janë të rrallë, po me energji shumë të madhe. Tërmetet e vegjël janë të shumtë, po me energji shumë të vogël. Atëherë edhe ky ligji Gutenberg-Ritter është një shprehje e një sistemi kompleks vetë administrues në gjeodinamikën e tokës shqiptare. Pra kështu është lidhur sismologjia edhe me fizikën moderne dhe me teknologjinë e informacionit. Duke u ndalur pak edhe tek, siç e përmendët edhe më parë, tek roli që ka Akademia e Shkencave në fushën e sismologjisë, në çfarë orientimi mund të bëjë ajo në kërkimet e sismicitetit dhe në sigurinë infrastrukturore që mund të sigurojë? Gjithashtu, mund të përmendim dhe ndoshta në një funksion që Akademia mund të shërbejë si urlise ndërmjet kërkimit shkencor, politikbërjes apo edukimit publik. Ku është roli kryesor që ajo ka patur sidomos gjatë viteve të fundit? Kuptoj që Akademia ka luajtur një rol të rëndësishëm, sidomos vitet e fundit, mbas viteve 12, me konferenca që janë bërë në lidhje me mbas asaj të tërmetit të 26 nëntorit, e ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, një rol udhëheqës, por edhe strategjik për studimin e sismicitetit, për studimin e mikrozonimit sismik, për studimin e rrezikut sismik. Akademia ka ndërmarrë gjithashtu edhe projekte të rëndësishme, e i ka hedhur vetë, domethënë, për projekte me rëndësi kombëtare, siç janë ato të modelit sismotektonik apo të mikrozonimit, projekte gjithashtu edhe bilaterale me Kosovën. Pra Akademia po luan një rol udhëheqës, nuk është honorifikë, po luan një rol shumë aktiv, shumë të madh, në lidhjen ndërdisiplinore, domethënë që studimet janë jo vetëm ndërdisiplinore, por edhe ndërinstitucionale. Ky është roli edhe koordinuesi i Akademisë së Shkencave në këtë rast, që vetëm projekte, në workshope, në forumet ndryshme, ku rrihet, diskutohet, ato po bëhen ndërinstitucionale, sepse sa më të tilla të jenë, siç e tham, sismologjia është ndërdisiplinore, atëherë edhe diskutimet do të çojnë në rezultate më të sakta. Ky është roli shumë i qartë i Akademisë së Shkencave, por Akademia e Shkencave po luan një rol edhe për rekomandimet, evidencën shkencore që dalin në fushën e sismologjisë nga këto konferenca, nga këto aktivitete shkencore apo nga projektet shkencore, që t'i bëjë qarta këto vendimarrjes shtetërore dhe të zvogloj atë që tham para, ndeku ndërmjet shkencës dhe politikës vendimarrëse. Dhe për të kthyer sërish edhe një herë në fillim tek vepra e akademik Eduard Sulsterovës, cili do ishte mesazhi që kjo vepër i përcjell brezit të ri në kohën e sotme, studiuesve shqiptar të cilët synojnë të ndjekin fushën e sismologjisë, dhe personalisht ju, nëse do futeni tani në fushën tuaj shkencore, cila tematika të hapura të sismologjisë shqiptare do tërhiqin më shumë? Do ishit më shumë i fokusuar, domethënë.
kuptohet që vepra kolana e veprës së Eduard Sulstarovës prej 4 volumesh dhe mbi 2000 faqe nuk është janë gërma mbi të shkruara në letra, është një jetë e tërë me mbi 4 dekada. Pra Eduard Sulstarova nuk e bëri rastisht brenda sot me brenda mes me gjithë veprën e tij. Aty u ndesh tërë jeta e tij, një jetë me 4 dekada që të arrinte në punime shkencore, të arrinte në grafik që për sismologji të arrinte në harta të cilat shprehin shumë dhe që adresojnë pastaj të jeta e njerëzve, të siguria e jetës tyre. Pra është një kontribut, një përkushtim i jashtëzakonshëm i akademik Eduard Sulstarovës që me intuitën shkencore, me gjykimin shkencor arriti në të jap produkte shkencore të vlefshme. Dhe kjo shërben brezit të ri sot që vetëm me përkushtim dhe njohje të thellë ndaj fenomeneve të tokës, vetëm atëherë mund të arrijmë duke përdorur pastaj edhe teknologjitë e reja të informacionit, duke përdorur edhe inteligjencën artificiale, ata bazohen te tradita dhe të ecin para me guxim, me iniciativa të reja, me krijime të reja. E në këtë kuptim është e rëndësishme shumë edhe kjo intervistë që bëjmë edhe gjithë vepra e Eduard Sulstarovës dhe edhe për mua si sismolog, ai ka lënë shumë sepse Eduard Sulstarova ka qenë mentor udhëheqës i shumë studiusve, ai ka qenë udhëheqës edhe im i mikrotezës masterit, por edhe i tezës doktoraturës, dhe pra ai ka nxjerrë shumë shkencëtar dhe nëse do isha edhe do i kthesh edhe një në fillimet e mia sismologjisë, padyshim që ajo që do të bëja është pikërisht tektonika, ndërtimi strukturor, atë që bëri Eduard Sulstarova, por do ta bëja tani me kushtet e reja, duke futur edhe inteligjencën artificiale, të dhënat satelitore, sepse edhe të dhënat geodezike, pasi dhënat geodezike sot janë të precizionit submilimetrik. Por tjetër drejtim që do të kisha dëshirë, po të isha, do të ishe edhe do t'i futësha sidomos studime probabilitare të riskut ose të rrezikut sismik lokal, ku kuptohet mikrozonimi, për arsye se qytetet tona janë në zhvillim të shpejtë, në zgjerim të papar, dhe kjo është e rëndësishme që mikrozonimi i këtyre qyteteve të bëhet në mënyrë që të adresoj pastaj në mbrojtjen e komunitetit, në mbrojtjen e jetës së njerëzve. Gjithashtu do të përdorja padyshim teknologjitë e reja, megadata, të dhënat e shumta edhe inteligjencën artificiale për të arritur një plus për të arritur rezultate sa më të shpejta dhe sa më bindëse. Profesor Ormen, ju falenderojmë për këtë bisedë dhe për reflektimet mbi vlerën dhe hapësirën e të ardhmes në simiologjinë shqiptare. Faleminderit dhe ju që na ndoqët në podcast Akademia. Ju ftojmë të na ndiqni në episode të tjera me biseda po kaq të vlefshme saqë ishte edhe biseda me profesor Ormenin në lidhje me veprën e akademik Eduard Sulstarovës. Faleminderit juve për gjithçka.